Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Studio sot ka një pamje të veçantë, ato që po na ndjekin edhe nëpërmjet faqes son Live Radio Shkodra në Facebook, po shohin që pjesëmarrësit e programit të sotëm janë fëmijë, por edhe mësuesja e tyre. Janë nxënës të shkollës 9 vjeçare Ndremjeda dhe mësuesja e tyre Alida Kalaja Banushi. Mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes. Më pëlqeni, keni sjell shumë freski, shumë bukuri në studio, madje keni edhe disa element të veçantë me të cilët me sa shoh do të shpërndani disa mesazhe. Sot tema është bullizmi, një fenomen ose dukuri që gjithmonë duhet luftuar. Në të vërtetë, shkolla Ndremjeda, jo vetëm si vjet, por prej kohësh, madje që vjet, ka filluar implementimin e një projekti që i drejtohet këtij problemi. Mësuese Alida, çfarë mund të na thoni për këtë? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Prej 2 vite shkolla jonë është përfshirë në një projekt të Këshillit të Europës. Është një nga 21 shkollat në të gjithë Shqipërinë, shkollë pilot, lufta kundër bullizmit. Pra, Këshilli i Europës na mbështet për luftën kundër bullizmit. Duke qenë shkollë pilot, është zgjedhur një ekip prej 10 mësuesësh, të cilët janë trajnuar në trajnime të ndryshme nga Këshilli i Europës edhe jashtë vendit. Në krye të këtij grupit jam unë për shkollën tonë. Po. Pra ne gjendem sot këtu, domethënë. Në fakt, duke i vënë një presje kësaj fjalie, do thosha që mësuese Alida është gjithmonë aktive në mjaft aktivitete, sidomos në aktivitetet artistike, kulturore, por në këtë problem natyrisht është specializuar shumë. Dhe siç thash, ky projekt na ka ndihmuar shumë në luftën kundër bullizmit. Bullizmi është një fenomen vrastar, e kam thënë. Është shumë i ashpër, është i ashpër. Kanë mrin jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit deri në vetë eliminimin nga bullizmi. Ne nuk është se kena fenomen në shkollën tonë, nuk është se kena fenomene bullizmi tipike, por thjesht është një dhunë. Ka ekzistuar, do të ekziston, por ne do të mundohemi na me eliminu. Dhe aty ku punojmë, aty ku jetojmë pjesën më të madhe të kohës sonë me fëmijët, ne duhet ta luftojmë në çdo moment. Të krijojmë tyne fëmijëve mundësinë që të jenë të përfshirë, mos jenë të përbuzur, se këta ka bullizmi, përbuzjen, talljen, është dhunë fizike, është dhunë psikologjike, verbale, pra në të gjitha drejtimet. Siç thash, prej 2 vitesh ne kena bërë aktivitete të ndryshme, vjet kena pas 1 javë aktivitete shkolla jonë. 1 javë kundër bullizmit. Fëmijët aktivizohen në mënyra të ndryshme, shprehin në mënyra të ndryshme luftën kundër bullizmit. Dikush e shpreh në pikturë, dikush në esej. Pra, në mënyra të ndryshme. Do të pyes edhe vetë këto vajza. Po. Dhe masi ky projekt, domethënë, ka vitin e 2 dhe shkolla gjatë këtyre 2 vjetëve ka formu politikën e vet. Dhe çdo shkollë që është përfshirë në këtë projekt ka qenë e detyruar që hap pas hapi të formoj, të krijoj politikën e vet të shkollës anti-bullying. Dhe ka grupin që është i caktuar të realizojë, ne gjithë në përgjithësi, stafi pedagogjik, nxënësit, qeveria nxënëse, janë të detyruar, janë të përfshim të zbatojnë këtë politikë. Në mënyra të ndryshme, dikush është i angazhuar me një gjë, dikush me një tjetër. Në total, gjithë bashkë do të jena në luftën. Pra, është një temë e gjithë përfshirë në të gjitha klasat e shkollës, tek nxënësit, tek mësuesit. Unë dua t'i drejtohem këtyre vajzave, të cilat dëshiroj që të më prezantohen. Emri yt është Ida Dilaveri.
Giovanna Jahja. Jasmina Perseko. Jeni shumë të mira. Përderisa edhe keni ardhur me këto mesazhe këtu. Mirë, si mendoni ju? Çfarë është bullizmi? Një fenomen që është përhapur shumë kohët e fundit, si tek fëmijët para shumë edhe tek të rritërit. Por e keqja e këtij fenomeni është i ka rënë tek fëmijët, që janë gjëja bazë e shoqërisë, ndaj ne po e luftojmë kaq shumë që të sensibilizojmë më shumë njerëz për të thënë stop këtij fenomeni kaq të ligë mund ta quaja. Po mirë, si shfaqet ai? Ju patjetër që jeni njohur me shfaqjet, ndoshta e keni ndjerë tek dikush pranë jush, rreth jush? Për shembull të fëmijët është shumë i përhapur bullizmi psikologjik, po ashtu edhe ai fizik, sepse fëmijët në këtë moshë janë pak a shumë kështu më thonë ndoshta pak të çuditshëm sepse se kuptojnë aq mirë, edhe shohin shumë shtallin njëri tjetrin edhe nuk e kuptojnë se sa dëm i bëjnë dikujt tjetër. Po, ju e ndjeni këtë ndonjëherë tek ditët tuaja të shkollës, për rreth jush tek fëmijët, si reagoni? Varet sepse kohët e fundit të shkollën tonë nuk është shumë e përhapur duke qenë se kemi marrë nisma të ndryshme kundër këtij fenomeni. Por gjithsesi ai shfaqet. Ndoshta këto nxënës shkollës mund të kenë probleme familjet e tyre dhe shfaqen me persona që kanë afër. Po si? Ata nuk e kuptojnë se ato mund ta marrin si një lojë, por ata nuk e kuptojnë që lëndojnë një njeri tjetër. Në fakt, me qenë se jeni të njohur me këtë dukuri negative, si mendoni, cili është roli i shokëve, i miqve, i nxënësve që duhet i kundërvihen këtij fenomeni në një rast kur ndodh? Unë mendoj për shembull nëse një prezent të bullizmit psikologjik, sigurisht ne duhet me ndaluar person që ashtu e ushtru. Ka ndodhur tek ju për shembull në klasën tuaj ndonjëherë? Edhe pse ne e luftojmë, ai prapë është prezent dhe sigurisht unë për shembull e para unë e ndaloj dhe mundem me ndërhy dhe sigurisht me përkra personin cilin po i ushtrohet bullizmi psikologjik. Vërtet, por bullizmi nuk është vetëm në shkolla, është në lagje, në çdo ambient tonin, edhe ne nuk duhet me ndalu tu e shty ose tu e ofendu atë që ato bullu, po tu i bot qartë që ato lëndu shumë dika, sepse nuk është vetëm është edhe mosha e kalimit prej fëmijërisë në adoleshencë, edhe është një moshë e vështirë për çdo fëmijë. Siç duket i keni hyrë thellë këtij problemi, ndaj ndjeshmëria e këtyre nxënësve që janë vetëm një pjesë e këtij projekti është kaq e madhe. Është e pamujtur me pruton shkollën. Po, në studio, prandaj unë pjesë i kam aktivizuar nxënësit, domethënë megjithëse tonë shkolla ka dalë në televizion në aktivitetin që kena bërë me 21 nëntor, është nga Ministria e Arsimit. Ka kalu në një stat tjetër nga 21 shkolla pilot që kena kenë, dhe me thënë tash ajo do të përhapet në të gjithë shkollat e vendit. Ka ashtu fut si program në kurrikulen arsimore, në programet edukative, ashtu fut lufta kundër bullizmit. Por Ministria e Arsimit ka caktuar ditën 21 nëntorit, ditën kombëtare kundër bullizmit. Dhe kjo do të jetë, domethënë, dita që do të festohet, do të demonstrohet lufta kundër bullizmit në të gjithë shkollat e Republikës. Dhe ne atë ditë kena dhënë mesazhe të forta, domethënë, fëmijët kanë dhënë mesazhe të forta nëpërmjet punimeve të tyre, këngëve të tyre, esejve, pra demonstrimeve, kthimeve të ndryshme tanë. A mund të ndalemi pak më gjerë te ky aktivitet, sepse aktiviteti gjithmonë tërheq shumë dhe shënon në kujtesë shumë gjëra që është vështirë t'i harrosh. Patjetër. Si keni përjetuar këto aktivitete? Si keni marrë pjesë? Për shembull në klasën tuaj, nxënës të ndryshëm kanë shprehur ndjenjat, qëndrimin, mendimin e tyre në mënyra të ndryshme. Çfarë mund të më thoni për këtë?
Për shembull klasë tonë janë bërë vizatime, edhe gjithashtu dhe tullumbacet që kanë pas nga një mesazh secila. Edhe mendoj se janë shumë sensibilizuese përderisa kjo aktivitet është bërë dhe mendoj se është gjë shumë e bukur. Në klasën tonë mendimin e mësuese Mirsa Hysaj na ka ndihmuar shumë për të bërë pikturat tona, na ka sensibilizuar për këtë projekt. Gjithashtu ka qenë një shtytje shumë e madhe për ne, si Zysh Lida, si Zysh Mirsa, sepse na kanë ndihmuar shumë. Gjithashtu dhe na kanë bërë të kuptojmë se sa i ligë është ky fenomen. Ti zemër ke vizatuar diçka? Ose mund të më tregosh pak idenë e punimit tënd? Po, në punimin tim ka qenë një vajzë e cila në çdo vend të saj, edhe në libra madje, nuk e ndjente veten të sigurt sepse të gjithë e diskriminonin duke i thënë se ishte e shëmtuar. Ardhe në këtë e kemi sillur me piktuar në telajo. Në telajo, si e ki pikturuar, po, mësuese? Këtë tu deshta monal pak, sepse kur filloi si projekt, fëmijët u njoftën me projektin, u njoftën nëpërmjet edhe, domethënë, gjithë në grupi, ekipi anti-bullying, se në shkollë si thash u kriju një grup anti-bullying, të cilët janë trajnu, domethënë kanë marrë trajnime të ndryshme dhe këta trajnu në mësues të tjerë. Domethënë ne trajnum mësues se stafi jonë është rreth 60 mësues në shkollën tonë dhe pjesë u trajnuan gjithë mësuesit e shkollës. Dhe këta mësues pastaj në klasat e tyre kujdestare kanë punuar në orë kujdestari me fëmijët. U përmend mësuesja, në fillim i herë ishte ajo pjesa e vizatimeve në flet vogla, në kartona, pastaj kalon një stad tjetër në kujdesin e mësueses Mirsa Hysa, vlen më përmenda shumë e talentume, shumë e përkushtume, mësuesja e vizatimit, kaloj në telajo. Pra, këta kishin idenë, ajo i ndihmonte se si me hedh idenë e tyne në telajo. Dhe ekspozita pikturë si ishte ditën e 21 nëntorit, ishte pra një stad më nalt se ekspozita e vjeçme që ishte në kartona, tash ishte në pikturë. Në telajo. Pra e keni zhvilluar akoma më shumë duke shprehur më bukur ndjenjat, por edhe duke shprehur anën artistike tuaj. Duke profesionalizuar më shumë projektin ton. Po, ndërsa Jasmina, mund të më thonë diçka në klasën tuaj, kanë vizatuar, kanë shkruar, kanë recituar si? Një shoqja ime e klasës ka shkruar një esej rreth bulizmit, e cila ishte shumë sensibilizuese, ndërsa shokët e mi të tjerë të klasës kemi lëshuar tollëmbace, të cilat kanë pasur mesazhe të shkruara në të dhe duke bërë të mundur që ato t'i marrin disa persona të tjerë dhe të sensibilizohen kundër këtij fenomeni. Në fakt është një fenomen që absolutisht nuk duhet anashkaluar, ka pasoje të rënda tek vetë fëmia, tek çdo njeri. Mësuesa Lida, një person që është viktim e bulizmit, sa e vështirë apo e lehtë është edhe nga stafi, nga mësuesi, për të dalluar shenjat e këtij ushtrimi të dhunës që shfaqet në mënyra të ndryshme. Jo kot mësuesit bëjnë pedagogji dhe psikologji. Natyrisht. Do thënë një mësues e psikologjisë, një nxënës, se nuk është mirë, se diçka e mundon. Tu e pas gjithë kohën, çdo ditë në klasë, në orën e mësimit, ose edhe jashtë orës mësimit, në aktivitet, në borë, gjithkund, është qëndrimi i këtij fëmijës. Pra, nuk është thjesht ajo dhuna fizike, bullizmi në dhunë fizike që ne ta shohim që ky fëmijë po bullohet. Po. Mund bullohet një fëmijë që është i shkëlqym me të 90-ta. Pse? Se dikush nuk mëson dhe e ka inat, pse mëson. Dhe i qohen, pse mëson kë ta tallin. Pra, është edhe tallje bullizmi. Po. Është tallje, është përçmim, është veçim. Pra janë tëna indiferentizmi që kena na si shoqni në këtyre fenomeneve, nuk na çon në luftën këtij. Prandaj ne i gjithë përfshijmë të fëmijë. I marrim në aktivitete. Nëse një fëmijë e shifet i plagështuar, pyetet çka ka. Pyetet shoku, shoqja që i rrin afër në klasë. Zbulojeni sepse Po kontakti me familjen. Këtu pastaj ne kena një ndihmë të madhe nga komuniteti. Pra, edhe vetë projekti
këtu ka konsistu në bashkëpunimin e komunitetit me shkollën. Dhe gjatë këtyne trajnime, gjatë punës tonë, gjatë projektit 2 vjeçar, ne kena pas të pranishëm në tonë aktivitetet print. Kena pas print dhe kena pas këtu bile do të nalem dhe t'i falenderoj për mbështetjen që na japin. Për mbështetjen në të gjitha anë që na japin print. Sepse themi është i financum me logjistik, më shumë, por sado diçka e vogël na duhet. Natyrisht. Një dënim e vogël na duhet si Madje shkollë. unë do ta quaja jo të vogël, po shumë të madhe, sepse prindi bashkon shpirtin. E ti për fëmijën e ti, edhe është sensibilizuar edhe për të tjerët. Kjo është diçka shumë shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme ne në çdo hap që bëjmë. Unë në çdo aktivitet që kam. Sepse tu i ken mësuesja e muzikës, mësuesja e qeverisë nxënësve, vjetërsia në punë, kam 41 vjet punë. Këta Respekt. Do më thënë mash të bë, do më thënë si buka që një shprehje që thotë si buka që ham çdo ditë, janë bë punë me nxënësit. Dhe nuk jetoj dot pa ta. Do më thënë mu më duket larg dita hane me shku në shkollë. Se jam mësu me këta fëmijë. Dhe Respekt për këto mësues të mrekullueshëm. dhe print i kena në çdo moment, mjafton fëmijët një fjalë me e çun në shtëpi, print i kena gati. Jo vetëm në aktivitetin kundër bullizmit. Në të gjithë aktivitetet, çdo gjë në jetën e shkollës, çdo gjë kena print krah. Dhe i falenderoj shumë. Elida, do të duke u drejtuar pikrisht këtij fenomeni që nuk është i lehtë, sepse ka të bëjë direkt me trokitje në shpirtin e këtyre fëmijëve, në lëndimin e tyre jo thjesht fizik, por shpirtëror, sepse aty qëndron dhe madje, siç e përmendët ju, pasojat mund të jenë të rënda deri tek fatale. Ju si mësues, ti jesh për krah një fëmije të tillë, çfarë do të thotë për ju? Si e ndjeni në shpirt derisa ta zbuloni dhe të luftoni për ta nxjerrë nga pasojat që shkakton bullizmi? Është shumë e rëndë shpirtnisht për mësuesin, se mësuesi është edhe prind. Unë kështu e mendoj. Të paktën në shkollë, domethënë aty ku unë jam vite në profesionin tem, unë mendoj me kenë prind më parë se mësues. Sepse këta fëmijë ne sot jetojmë në një gjendje, domethënë ka probleme të ndryshme sociale. Fëmijët i përjetojnë në mënyra të ndryshme këta probleme. Dhe një anë e përjetimit është edhe kjo pjesa, mendoj që ndryhen në veti dhe quhen të veçum, janë të bullum, e shef fëmin të i vujt, e shef fëmin që nuk flet, e shef prej diça, domethënë është i veçum për një aktivitetit, ndoshta ti flet dhe fëmia nuk e ka mendën të mësim, i ka syt po s'ka mendën, e dallon këtë. Një mësues ja se dallon. Dhe mundohena që me i marrat fëmijë, unë kam një dhomë të vogël aty të qeverisë nxënësve dhe shpesh vinë fëmijë dhe ju them fëmijëve, flitni mësuese. Nëse nuk flitni, as kërkush hallin nuk kam ju asgjell. Me këto prej mësuesave flitni. Ndoshta në shtëpi tuaj nuk mundeni domethënë me fola, nuk më afër ke mësuesit nga kushtet. Nga një herë fëmia më përpara flet me mësuesin se me prindin. Edhe rastet e bullizmit. Më përpara vin shprehen me shokun, me mësuesin, se me prindin. Sepse më varet se Se fenomeni ndoshta është i freskët në shkollë, ndërsa deri që të shkojnë në shtëpi, ai e ka përpunuar shumë. Nuk është se është edhe vetëm i rastit bullizmi. Natyrisht. Bullizmi zgjat në kohë. Është zgjat në kohë. Kjo është kriza. Kjo që zgjatja shkakton. në kohë shkatron fëmin. Ai shkatron një të madh, jo një fëmijë. Pra, tu i zgjat në kohë ky fëmijë vun, edhe derisa shparthen. Nëse ne nuk e zbulojmë që është fillim, nëse ne nuk e shohim këtë fëmijë që ashtu vujt, diçka ka ky fëmijë. Ndoshta nuk bullohet nga shokët e shoqet. Ndoshta ka diçka, një moment tjetër. Edhe ne duhet ta zbulojmë. Pra ky kërcënim, kjo dëshirë e dikujt për t'i bërë keq
një fëmijë, për ta dhunuar në mënyra të ndryshme, është kapur si fenomen për t'u trajtuar. Jo vetëm nëpërmjet këtij projekti, i cili tashmë u finalizua në këto 2 vite, por me sa shoh, përderisa është caktuar një ditë e luftës kundër bullizmit, është si thua përhapur, është socializuar si fenomen me shumë shkolla dhe nxënës. Si mendoni, si do t'jetë jehona e këtij projekti, do mbesi këtu apo do vazhdoj pastaj? Si që thash, projekti aktiviteti për projektin fëmijët në 9 orë kanë pas një javë. Një javë e kena bën ne si shkollë, sepse ka kenë edhe vjet një ditë e caktuar në 21 shkolla. Por ne kena bën një javë. Pse e kena bën një javë? Tu ju mundu me i bajehon në shkolla tjera dhe në gjithë qytetin tonë. Keni tërhequr vëmendje, do ta thosha. Qeveria e nxënësve e shkollës tonë ka shkuar në shkolla tjera, ka bë takime qeveritë e nxënësve tjera, kanë manifestu fëmijët nëpër qytet, kanë shpërnda broshura, pra kanë bën aktivitetin në mënyra të ndryshme, ditë të ndryshme të caktuara. Dhe me i bajehon kësaj. Dhe kjo tashtima nuk është, thash në fillim, nuk është një fenomen i panjoftun. Dhuna ka ekzistu, do të ekzistojnë. Pra, është bullizmi, është njësoj dhune. Prandaj them, kjo jo vetëm për qytetin tonë, se edhe në rreth e tjera, në gjithë Shqipërinë, a janë bakta. Kjo për qytetin tonë është e njoftur në të gjitha shkollat. Thash, ka hyrë nëpërmjet Ministrisë së Arsimit, ka hyrë në të gjithë programin mësimor edukativ. Lufta kundër bullizmit. E kanë mësuesit kujdestare në programet e tyre, shkolla në programet e tyre. Jo vetëm shkolla jonë, të gjithë shkollat. Por tashti që kjo është caktu, nuk mbetet vetëm në atë kuadrin e një projektit për një shkollë pilot, por është në të gjithë shtrin në të gjithë shkollat e Shqipërisë. Dhe këto fëmijë që kanë hyrë shumë në brendësi të këtij fenomeni, janë sensibilizuar dhe patjetër që e luftojnë, kanë ardhur me tullumbacet e tyre që shpërndajnë mesazhe. Mund të më tregoni se cilat janë mesazhet tuaja? Mesazhi jam është ti mund të jesh një hero për dikë vetëm duke qenë një mek. Mësia është gjashtë Sa bukur. Mund të jesh hero për dikë duke qenë një mik. Duke I dhuru një copës nga vetja jonë dikujt, mund ta bëjmë njërin më të lumtur, sidomos fëmijët e bulluar, të cilët ndihen shumë keq shpirtërisht dhe duke I falë miqësinë tonë, ata besoj se kishin mund një fëmijë më të lumtur në botë. Heronjtë e vërtet nuk veshin vetëm pelerin, ato dalin kundër bullizmit. Kjo Shumë e bukur. Ky mesazh ka rënë në një kuptim tjetër, i cili është sado perfekt thjesht. Le të jesh me një botës, ama nëse tallë tjerët nuk je gjë tjetër vetë se një ndacak. Nuk ke asnjë lloj vlerë në sy të askujt. Të lumë, bravo. Jasmin? Mos bullizoni, përdoroni buzëqeshje. Në vend që ta lëndojmë një njeri, duhet ta përkrahim atë dhe t'i falim një copës nga miqësia jonë, të lumturojmë atë në vend që ta mërzisim dhe ta bëjmë atë që të shkojmë drejt pasojave fatale. Ku ka më bukur se këto mesazhe, të cilët përhapen nga goja e fëmijëve, dhe ju mësuese Alida po e shihni vetë frutin e kësaj pune që ju bëni çdo ditë. Do t'ju falenderoj pafund që erdhet sot në Mirëmëngjes Shkodër, që shpërndat këto mendime tuaja, këto ide, këto mesazhe, këto aktivitete kaq të bukur dhe të bollshëm në shkollën Ndremjeda dhe punën tuaj, mësuese Alida. Respekt për ju dhe gjithë stafin tuaj, por në veçanti si një mësuese shumë aktive me një aktivitet të vrullshëm që dëshiron të jap shpirt punës. Të tillë mësues kanë emër të madh. Faleminderit për ju që na keni ftuar dhe na dhat mundësinë që mesazhet e këtyre fëmijëve të përhapen në të gjithë Shqipërinë. Ju falenderoj unë ju. Faleminderit juve.